Punimet për realizimin e projektit Vlora Marina kanë hyrë në një fazë të rëndësishme, duke shënuar hapa konkret drejt përmbushjes së një prej investimeve më të rëndësishme në Bregdetin shqiptar. Aktualisht, në disa prej nukleve të para, progresi i punimeve shkon deri në 25% dhe me ritmin aktual, brenda vitit 2027, pritet të përfundojnë plotësisht punimet për njësit e para. Paralelisht, ekipi ynë është duke punuar për të zhvilluar lotet e reja të projektit, duke siguruar për të kapur standardet më të larta të urbanistikës dhe inxhinierisë. Pavarësisht ritmeve të shpejta të ndërtimit, ne jemi të vendosur për të mos negociuar me cilësinë e punimeve. Në këtë projekt jemi duke aplikuar materialet më premium dhe metodat më inovative të ndërtimit, duke referuar standardeve europiane, në mënyrë që të sigurojnë jetëgjatësi, por edhe efikasitet maksimal. Vlora Marina synon të vendosi standard të ri jo vetëm në ndërtim, por edhe në turizëm, duke i sjellë qytetit të Vlorës një projekt i cili do të ndryshojë pamjen urbane të qytetit dhe do të ketë një ndikim rajonal. Vlora Marina është një zhvillim urban mix që përveç zonës rezidenciale, me mbi 800 apartamente premium Buzdetit, do të sjellë të parën marin të klasit botror në vend, me kapacitet për ankorimin e mbi 400 jahteve dhe mega jahteve, si dhe hotelin e parë Marriott në Bregdetin shqiptar, bashkë me 150 apartamente të branduara. Ky zhvillim modern synon ta pozicionojë Vlorën në artën e destinacioneve kryesore të Mesdheut.